Në prag të ditëlindjes së 15 të Mat Televizion, kronikën në vijim e realizua me gazetarin Hasan Pasha, që mban mbisupe një stazh të gjatë pune në median vizive matjane, duke u etiketuar nga kolegët dhe teleshikuesit edhe si maratonomaku i fjalës së lirë. Rreth mbresave që gazetari Pasha ruan në fillimet e punës në Mat Televizion, ai shprehet. Në vitin 1998, unë punoja në mediat e shkruara kombëtare. Aso kohë kam ndjekur si shumë të tjerë valet e para ose sinjalet e para të Mat Televizion. I kam ndjekur me shumë ëndje. Jam gëzuar si njëri i medias që edhe në Mat po ngrihet një media vizive. E para e këtij lloji në trevën e Matit, pasi fakt gazetarët e shkruar, gazetat e shkruara, mediat e shkruara ishin prezente në Mat, kanë qenë ndër dekada, por tani po hapej një media tjetër, një risi për matjanët. Aso kohë punoja për një të përditshme kombëtare për qarkun e Dibrës, bashkë me një kolegun tim të Agjencisë Telegrafike Shqiptare ndiqnim me shumë vëmendje dhe gëzoheshim që u hap një televizion në rrethën e Matit. Nuk kemi punuar në muajt e parë, por ndoshta 5-6 muajsh në fillim të vitit 1999, unë jam bërë pjesë e stafit të Mat Televizion dhe kam punuar deri në vitin 2011, kur fillova punë në një institucion shtetëror. Ishte një gjë e bukur, fillimet e para, kuptohet me vështirësi, me sakrifica. Unë dhe kolegët e mi, gazetarë të shumt që Mat Televizion nuk kanë munguar ndër vite, kemi ndjekur të gjitha zhvillimet në rrethën e Matit, nga njëri skaj në skaj tjetër, në çdo fshat, në çdo lagje, kudo. Madje Mat Televizion ka një eksperiencë mjaft dobishme në lidhje me realizimin e emisioneve, reportazheve jashtë vendit, në Danimark, Austri, Maqedoni, Kosovë, dhe kjo është një përvojë që rrallë televizione lokale e kanë patur. Po ashtu, Mat Televizion ka ndjekur me shumë kujdes fushatat elektorale, politike dhe ato lokale me një ndershmëri, me një panshmëri, të cilët vërtet gazetarët mund të kenë patur bindjet e tyre politike, por për publikut nuk është transmetuar bindja politike e gazetarit, por është transmetuar gjithmonë në mënyrë të paanshme, me korrektësi, me profesionalizëm, çka Mat Televizion i ka shtuar audiencën, i ka shtuar reputacionin dhe ka bërë një televizion lokal të njohur në gjithë Shqipërinë. Më gjatë, gazetari Hasan Pasha u ndal në simbiozën që ai krijoi ndër vite me Mat Televizion, duke marrë dhe dhënë mjaft energji pozitive në shërbim të teleshikuesve të gjerë. Kulminacionin e tij, gazetari Pasha e arriti në veçanti me emisionin Mikrofoni i hapur. Bashkë me kolegët, redaktorët, stafin drejtues, ne filluam transmetimin e emisionit Mikrofoni i hapur, një emision që transmetohej çdo të martë në mbrëmje. Ne ndërtuam së bashku atë emision që edhe teleshikuesit e mbajnë mend, e ndërtuam në mënyrë të tillë që teleshikuesit të shfaqnin, të denonconin publikisht nëpërmjet telefonit problemet që ato kishin në shëndetësi, arsim, infrastrukturë, kudo tjetër. Kishte një audiencë të papar, ju jeni dëshmitar të asaj, që kishte telefonata të shumta, denonconin fenomenet negative, sa që kishte raste që do detyroheshim ose të zgjasim emisionin ose të shkurtonin bisedat. Po ashtu ne kishim ndërtuar marrëdhënie me personat që ishin përgjegjës në lidhje me problematikën që trajtonin qytetarët nga gjitha anët e rrethit Matit, dhe ne i merrnin intervista drejtorëve ose zyrtarëve të institucioneve, të cilët kishin lidhje drejt për drejt me problem, me fenomenin që trajtonin teleshikuesit. Si pjesë përbërëse e veprimtarisë së gjatë televizive, Hasan Pasha bëri shumë shpejt të tijin edhe titullin gazetar sportiv lokal, duke përgatitur qindra kronika të tilla, madje duke bërë edhe komentatori në ndeshjet e rëndësishme që Mat Televizion i transmetonte të plota për sportdashësit. Kemi patur një përvojë pozitive si televizion lokal, kemi transmetuar ndeshje direkte, kemi ndjekur dhe ekipin në rrethet tjera, bashkë me operator dhe drejtues të Mat Televizion, dhe është një gjë e bukur. Jam përpjekur të punoj në Mat Televizion me ndershmërinë më të madhe, me idenë që detyra e gazetarit është një përgjegjësi ndaj publikut dhe jo ndaj individëve apo subjekteve politike. Unë nuk ka fshat në rrethën e Matit që mos të kem trajtuar një kronik apo një problem. Kam punuar gjithmonë
në kujdesin e kryeredaktorëve, redaktorëve dhe drejtuesve të Mat Televizion për të shërbyer komunitetit të madhit. Unë i qëndroj ides ka hershme që nëse një kronik pëlqehet nga 90% e publikut, a do të thotë që gazetari ja ka arritur qëllimit. Kuptohet, zyrtarët ose individ veçantë nuk e pëlqejnë një kronik a një lajm për arsye që lidhen me interesat e tyre, por mjafton që komunitetit t'i servish diçka pozitive, të dobishme dhe që ngelet me memorien e tyre. Si një ish gazetar me përvojën më të gjatë në Mat Televizion, sugjeron këshilla të arta në rrugën e nisur 15 vite më parë të këtij televizioni dhe e uron atë me rastin e vitit jubilar. Në fillim të herës i uroj Luftim dhe Afrimvanit të kenë shëndet, të punojnë me atë përkushtim që kanë punuar deri më sot. Uroj gjithë stafin e televizionit pa përjashtim, ata që kanë punuar më parë dhe ata që punojnë aktualisht, të punojnë fort, me profesionalizëm, me korrektësi. Kam marrë informacion që do të arrisë audiencën, do të bëhet nesër pas nesër televizion rajonal për gjithë qarkun e Dilbërës e më gjerë. Uroj që gjithçka të shkojë mirë në shërbim të matjanëve, në shërbim të intelektualëve, të gjithë grupeve të interesit të shoqërisë. Dhe një ditë uroj që edhe unë të rikthehem përsëri të jem pjesë e stafit Mat Televizion.